Hello, how are you? My name is Armaldo. Hello, Jerry. I am from Tirana. Që prej eksperiencës në Big Brother VIP, sa po thua maestro, direkt kujton Armaldo Klogjerin, tenorin I cili diti të hyjë në zemrat e publikut me natyrën karizmatike dhe të drejtë për drejtë. Asu kohën në pritje të fëmijës së tij të dytë, me bashkëshorten Aidën, sot Armaldo mban po ashtu titullin si një baba shembullor, duke kaluar shumicën e kohës me vajzat e tij, e sidomos me të voglën e shtëpisë, Rean. Dedikimet për dashurinë më sublime nuk mungojnë në asnjë postim të maestros, I zotuar shumë herë të ndërmarrë detyra qytetare të ndryshme për të ngritur kauza që e ardhmja e fëmijëve të jetë ndritur. Nga ana tjetër, muzika folklorike mbetet pasioni I tij më I madh, ndaj për këtë arsye ka sjellë disa projekte të ndryshme muzikore. Me disa udhtime të largëta, me përshafime që kanë peshën e gjithë botës, me surprizat që nuk mungojnë për bashkëshorten e tij, Armaldo Klogjeri na tregon sot gjithsa nuk keni dëgjuar këto kohë. Mirë se vjen! Përshëndetje, mirëmbrëma. Armaldo, mirëmbrëma, mirë se vjen. Dukesh? Mirë. Një vit I mbar. Të lumë të goja. Një vit vetëm mbarësi, shëndet dhe gjithë mirat për shqiptarët. Shumë dashuri, shumë përqafime, si te kjo foto e jotja. Ulemi dhe flasim, sepse nise vitin në një lloj kuptimi, aty është fundi, po për nisjen e vitit të ri me një urim, po me një përqafim, se normalisht njerëzit e kanë shumë familjare momentin kur ti ishe në Big edhe bashkëshortja jote ishte shtatzan, kështu që aty janë lënë gjërat. Jo, tani ti na prezanton me këtë fotografi. Ky përqafim është një nga ato përqafimet që u marr për ditë nga Reja. Dhe ishte një përqafim spontan sepse unë shumicën e kohës e kaloj me Rejan, por ishim dhe duke pritur Aidën që të vinte nga shfaqja. Edhe mendova thash po e hedh këtë story për treguar që një përqafim I sinqert nga një fëmijë është një diçka shumë e madhe. Dhe është një diçka që të vjen pa kushte, pa interes, pa ato gjëra që neve mendojmë në jetë t'i arrijmë duke u përpjekur për të ndoshta edhe për të bërë ndonjërin për vete, për t'ju treguar sikur unë të dua shumë, unë kam mik, unë kam shok. Dhe Kushta ka bërë shumë Armaldo, ose për kë e ke bërë ti? Këtë? Jo, nga këto sjelljet, pra kur përpiqesh që kështu edhe ashtu. Po, shiko, dalja nga Big Brotheri mua më ka mësuar shumë gjëra në jetë dhe ka arritur deri atje sa ata që ke pasur miq nga një herë edhe të kanë kthyer dhe krahët, edhe nuk të kanë ndihmuar. Por ka treguar edhe që njerëzit nuk janë aq sinqert sa ç'duket kur ti ke një background. Kur ti je dikush, atëherë fillojnë dhe tregojnë dhe nxjerrin veten e tyre dhe fytyrën e tyre. Jetojmë në një botë. Kush të ka zgënjur? Kush ta ka futur këtë thik pas shpine? Çka thika pas shpinën neve ham për ditë, që tek ushqimi, që tek trafiku, që tek... Njerë, ja, këto janë... Këto I kemi para syve, çështja është mbas shpina, është pa besia, është dikush I afërt, I ngushtë që të ka zgënjur. Nuk është thik pas shpine, por atëherë kur ti ke nevojë më shumë se kurrë për diçka të kthejnë shpinën dhe të kthejnë kurrizin, sepse nuk shikojnë interes tek ty. Kjo është e gjitha. Dhe ne pothuajse sot jetojmë në një shoqëri të tillë. Dhe shikojmë dita ditës se si po ecën shoqëria jonë dhe si po ndërtohet shoqëria jonë. Por besoj përqafime të tilla pasaj në shtëpi ta shkrijnë zemrën, të bëjnë ti harrosh të gjitha. Kjo Reja që erdhi në kohën e Big Brotherit, për hir të vërtetës na ka mbajtur me kokën lart për të gjithë periudhën e këtij 3 vjeçari, sepse vërtet ne në këtë periudhë 3 vjeçare si familje kemi pasur shumë, si thua, kaos në jetën e përditshme, kemi pas adrenalin, dhe një adrenalin duke shkuar sa me një aktivitet, duke shkuar sa me një studio për dhënë intervista, duke gjetur një veshje për një reklam, Instagrami, diçka shumë e vështirë për të mbajtur.
Por emocionet që kanë qenë dhe më të vështira që ne i kemi përjetuar me largimin tim nga puna, ndoshta këtu mund të ndalem pak, ka qenë reja ajo e cila na ka mbajtur, sepse vëmendja ka qenë e gjitha tek ajo, se kuptohet e kemi rritur, unë pothuajse gati e kam rritur vetë, dhe të them të drejtën, të kontribosh 20 vjet apo të punosh 20 vjet në teatrin e operës si solist dhe mbas 20 vjetëve të largohesh pa arsye, pa ndonjë shkak, të heqë nga puna është pak e vështirë për ta kapërdir këtë padrejtësi. Jo se është e vështirë që nuk do vazhdojmë më jetën, se jetën do ta vazhdojmë. Dhe sakrificën që kam bërë për të qenë atje ku kam qenë, ka qenë një sakrificë shumë e madhe, ka qenë një sakrificë dhe një investim pa para në xhep, pa mbështetjen e askujt. Ka qenë një sakrificë që kemi mohuar dhe familjen tonë për të arritur qëllimin dhe për të dalë në skenë dhe për të performuar si artist. Dhe kjo më ka dhëmtur më tepër se sa po t'ishte një largim që vërtet mund ishte një largim i drejtë dhe nuk do ta përjetoja shumë. Por duhet të dimi gjë që në këto kushte që është Shqipëria, në këtë ambient që ne jetojmë dhe nuk ka artista të tillë, se unë kam qenë modest dhe nuk do të flas për veten time, por të them të drejtën kam qenë stek, kam qenë ai klas në atë institucion. Dhe pa dyshim që kontributin tim për vendin tim, për atë institucion, unë e kam dhënë edhe jashtë shtetit dhe në Europë. Që gjithmonë me performancën time përzastohesha si solist i parë i teatrit operës dhe baletit. Dhe fal Arjes, neve po e kalojmë dhe e kemi kaluar shumë mirë këtë pjesë. Arja është e madhja. E madhja, mirë të dyja, sigurisht, por që kjo e vogla, normalisht mori më tepër atë angazhimin tënd, tani kohën tënd, ti për shkak të kësaj rrethane mundet kaloje më tepër koha, po siç the e ke rritur vet. E kam rritur vetë. Pyetja është domosdoshmë, po atë kush e ka rritur të madhen? Jo, nëna i ka dhënë gjirim, padyshim, po e kam rritur vetë sepse Aida ka qenë e angazhuar me punën. E qartë, dhe në kuptimin që kam kaluar shumë kohë me Ren se sa me Ari. Ka qarë si unë e kam përkëdhelur pak, them të drejtë, dhe është tekanjoze, jo qaramane. Domethënë ka një veti që ngulmon për ta marrë atë që do, nuk shkulet, o do ta marrë. Fillimisht ka qarë apo ka? Po ka. Ajo tani kur tenton të fliste fillimisht ajo ka kënduar dhe e ka shumë qef muzikën. Pra fillimisht ka kënduar, pastaj ka folur. Po, pastaj ka folur. E ka shumë qef muzikën, në ndryshim me Arjen, Arja nuk ka pasur dëshirë fare për muzikë. Por kjo sapo dëgjon muzikë, fillon o do kërcej, o do këndoj, o do ta mësoj me njëherë atë që shfaqet nga muzika. Nga të shkoj, nga do që t'ja mbaj. Nga prindrit, I ka të dy krahët praktikisht. Nga prindrit. Por që ti e ke llastuar, a? Unë e kam llastuar pak, me thënë ja plotsoj dëshirat. Aida më thot mos ja jep atë që kërkon sepse do ta mësoj shumë keq më vonë. Sot si vura vetës qëllim tash Aida do ta çoj vetë në qerdhe tani, nuk do vishti më se ajo kërkon mamin gjatë gjithë kohës, që ta disiplinojmë pak se po na del nga duart nga situata. Cila është diferenca? Domethënë tute për këdhelia ke zemrën ti më të butë tani, pra kur fëmijët kanë një distancë nga njëri tjetri, domethënë e madhja me të voglën 10 vite, ë? Diçka e tillë. Po ka një distancë për 10 vjetësh. Ta merr kalan më shpejt nga brenda ke voglat, është zbuçik zemra Armaldo. Po, biles nga njerë më mërzitet Arja se thot ti ja plotson gjithë asaj, me mua sillesh pak më i rrep. Është ajo mënyra jo në familjen tonë, neve s'kemi eksperjenca që rrisim fëmijë, por atë që kemi marrë nga prindrit tanë mundohemi të shfaqim më të mirën tek fëmijët tanë. Neve jemi familje që dhe tërheqim dhe lëshojmë. Nuk duhet vetëm tërheqim të jemi të rrept apo mos të plotësojmë disa dëshira që kam. Po patjetër me raste po. Për shembull, jam i rrep në kohën që i duhet Arjes për studim. Nuk duhet që ajo të harxoj kohën kot, por duhet të studioj. Jam i rrep për disa gjëra tjera që ajo edhe është edhe çik mosha që do vi kështu vetëm, vi me shoqet, pastaj do vi me shoqet, pastaj do vi vetëm. Po mos hajde vetëm se kemi çik merak, po pastaj e tolerojmë, vjen dhe ndonjëherë vetëm nga shkolla. Kjo është domethënë rreptësia më tepër, por imagjino çka kontrasti tani nga e madhja tek e vogla që Arja është vajza ime, unë e dua shumë edhe është shumë e mirë.